Selam aleikum wa rahmetullahu wa barakatuhu. Takohemi sot me mua Amigina Balla në emisionin ton të radhës Impact. Kemi të ftuar sot 3 miq të studios ton të flasim për një çështje shumë delikate, për një vendim të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, i marrë pikërisht këto ditë në Tiranë, kundër 9 ashtu quajturve imamëve apo xhihadistëve që akuzohen për nxitje të luftës në Siri apo të akteve terroriste në Siri. Për të folur më gjatë lidhur me problematikën e këtij procesi gjyqësor, për akuzat nëse ishin apo jo të vërteta, për provat dhe mënyrën se si u zhvillua ky proces gjyqësor, a u respektuan procedurat ligjore, a u respektuan të drejtat e njerëzit, a ishte ky proces një lloj me të gjitha proceset e tjera që zhvillohen në Shqipëri, a kishte standardet e kërkuara nga Komuniteti Evropian për mënyrën se si duhet të zhvillohet një proces gjyqësor me një akuzë kaq të rëndësishme dhe kaq të veçantë në fakt për Shqipërinë. Për të gjitha këto, kemi të ftuar sot babain e njërit prej të akuzuarve, zotin Dielli Morava, babai i Verdi Morava, i dënuar me vendimin e gjykatës së rrethit gjyqësor, pjesë e këtij grupi. Nëse mund t'i quajmë grup. Mirë se erdhe, zotri. Mirë se u gjete, faleminderit. Gjithashtu kemi të ftuar avokatën e njërit prej të akuzuarve dhe të dënuar tashmë me vendimin e gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, por që mbetet akoma një vendim i shkallës së parë, kemi akoma apelin. Zotin avokat Rolandi Islami, mirë se erdhe, avokat. Mirë se u gjete. Gjithashtu për të folur më gjerë për politikën e këtij gjykimi apo të këtij vendimi, kemi të ftuar Dr. Olsi Yazexhiun, historian, i cili është edhe autor dhe studiues i disa prej artikujve dhe shkrimeve që lidhen me këtë çështje. Mirë se erdhe. Fillojmë me juve, zoti Dielli Morava. Ju do të na flisni më hollësisht për çfarë akuzohet djali juaj dhe në të vërtetë çfarë ka bërë ai. Unë do të nish me një shprehje, nuk ka gjë më të poshtë dhe më të keqe se sa mosbesimi për një popull dhe për një vend, se sa mosbesimi ndaj vendimit të një gjykate. Dhe kjo faktikisht më ndodhi dhe mua. Mbrëm me vendimin që u dha ta shtyqyer gjihadistë që quajnë, u vjen përmbar gjykatës, drejtësisë dhe mediave. Realisht, veprimet e tyre, nga zhvillimi i gjithë seancave gjyqësore, e them këtë me kompetencë, ndonë unë nuk jam jurist, po jam në gjendje të vlerësoj zhvillimin e këtyre seancave që janë bërë në mënyrë më të çuditshme për mendimin tim, të shprehem kështu, më të çuditshme sepse të paktën nuk ekziston ajo barazia midis prokurorit dhe avokatit. Kjo është tepër shqetësuese. Avokati, parapara ligjit dhe prokurori janë të barabartë. Njëri mbron pandeurin, tjetri mbron ligjet e shtetit. Dhe gjykata vendos në mënyrë barabartë. Domethënë, e them këtë për arsye sepse gjatë gjithë seancave, kërkesat e avokatëve, nga ana e avokatëve, gjykata nuk i merrte parasysh. Po në fakt djali juaj kompletisht a kishte shkelur ndonjë ligj apo? Po do ta filloj që këtu. Në shkeljet që ka, po për djalin tim do hyj edhe ty. Patjetër për atë do ka marrë. Meqense për këtë pjesë mund të flas më shumë edhe avokati që ne shpjegon ligjërisht funksionimin e palëve në proces. Jo thash, megjithëse unë jam jurist, po jam në gjendje ta përcaktoj zhvillimin e seancave gjyqësore. Domethënë, kjo duke qenë fillim një diçka e para përgatitur, një diçka që nuk duhet të jepë mundësia të panderëve për të thënë dhe për të zgjedhur para realitetin, dhe përfundimi i rezultati e fundit që gjykata dha, tregoi që unë pas kam pasur të drejtë në mendimet e mia. Tash duke filluar për djalin tim, Verdi akuzohet me 3 nene. Numrat e neneve s'po i kujtojnë të që avokati e to, po unë i them nga akuzë. Një akuzë ka për çarje fetare dhe thirrje kundër kombeve dhe racave të tjera. Akuza e dytë është akuzë e parë bilisht po i marrë këtu ato sipas radhës, financimi i grupeve terroriste dhe rekrutimi, akuzë e tërë rekrutimi për akte terroriste. Që të tre këto
nuk ekzistojnë, jo për Verdin, por nuk ekzistojnë as edhe për ata të tjerët. Me këtë nuk duhet të shprehem se janë të gjithë pafajshëm, por unë, me atë mendimin tim, dhe me ato seanse kam dëgjuar, aty mund dënoheshin 3 veta me i dënim minimal. Në 2 mamët edhe i tjetër që u gjetë një armë gjatë kontrollit në banesë. Ndërsa 5 të tjerët për mua qenë në mënyrë absolute duhet kishin dalë brenda para me atë vendim që dhënë ata. Po djali juaj konkretisht çfarë profesioni kryen në Tiranë? Verdi ka studiuar për inxhinieri mekanike, por më tepër është mjeksi, ndjek mjeksinë natyrale sepse është tip i pasionuar mbas mjekësisë. Dhe alternativën e mjekësisë tradicionale që është, ajo ka me mjekësinë jo popullore si mund ta quajmë, atë e shpjegoj edhe aty sepse prokuroria me ignorancën e saj që ka e quante businessman, edhe mjek popullor. Mjek popullor i tha Verdi, mund ta shpjegoj këtë, i quajnë një fshatar që bën disa përzierje në një fshat larg malor. Ai konkretisht punonte apo jo? Verdi punonte kryesisht me këtë punë. Pra kishte një ambient ku kryente këtë aktivitet? Jo, ai i shkonte kujtdo që kishte nevojë, i gjinte pranë në familje kudo që. Pra ai nuk ishte imam i ndonjë xhamie. Jo, nuk ka. Ishte praktikant i fesë islame. Edhe bile edhe këto 2 xhami që akuzohen, nuk ka qenë frekuentues i rregullt. Po mirë, akuza që ju përmendët duket shumë e madhe për një njerëz që ju thoni ushtron, po themi detyrën e një mjeku. Po, këtë e vërtetojnë dhe faktet e dëshmitarët që u paraqitën gjykat në mbrojtje të Verdit, se dolën 11 dëshmitar me kërkesë të tyre, jo me thirrjen e Verdit. Midis tyre 2 doktor profesorë, doktor profesora, me titull shkencor. Dolën dhe 2 dëshmitar që vërtetuan thëniet e tyre mjekëve, që tregon aftësitë e Verdit dhe që Verdi është tip studiues dhe ka një bibliotekë pasur mjekësore. Po mirë, po unë arri do të kuptoj ndoshta edhe publiku lidhjen midis akuzës edhe djalit tuaj. Pikërisht pra kjo. Ku ai e bëri këtë nxitjen për urrëtie fetare? Kjo lloj drejtësie vret, nuk jep gjykim të drejtë. Dhe pikërisht një njeri që aty u vërtetua dhe u deklarua dhe u dëshmua që është një nga ata dëshmitarët që ishte ortodoks, tha, nëse do bëhet një enciklopedi për Shqipërinë, për njerëzit më humanitar, fotografia e Verdit do të jetë e para. E deklaruan para gjykatës. 2 dëshmitarët e tjerë deklaruan që me dokumenta mjekësore nga spitali që i kishin presh shpresat bashkëshortes së tij. Dhe ja kishin dhënë për 6 muaj, duhet se e paraqitet edhe aty në gjykatë. Landi isha ditë. Këto janë dëshmi të rezultateve të tij në punë. Dëshmi para gjykatës. Jo, e kuptoj, po që tregojnë rezultatet e tij në punë. Pikërisht pra. Jo, vetëm atë rezultat, edhe humanizmin e tij, se po thuaj këto dokumente as lek as gjë. Po momenti i arrestimit të djalit tuaj? Ta mbaroj këtë pasat kalojmë edhe aty. Dhe u vërtetua me fjalë që ky ka shkaktuar jetë njerëzish, kur mjekësia është dorëzuar para këtyre lloj rasteve. Fati ti, mendimin e Zotit të mjekimeve që ai ka bërë nga bimët, se mjekimi më i mirë është bimët, Zoti ka bërë gjithësinë, po ka bërë dhe mjek, ka bërë shumë ka dhe Ky është profesioni i tij, s'ka lidhje me gjykimin ama. Natyrisht, tash arrestimi këtij u bë me këto 3 akuza. Të 3 akuzat i bjen poshtë. Prandaj thash, janë të lidhur këta 11 dëshmitarë që vërtetojnë që Verdi nuk ka as urrëti ndaj feve të tjera, sepse sipas Verdit nuk e njoh fenë islame, jemi koshient, jemi ndërgjegjshëm. Po Verdi vërtetoi që në fenë islame tha, feja islame është fe umane. Është fe që është ndodhet njeriu të nevojë gjithmonë pranë. Edhe duke qenë kështu edhe unë prandaj u bëra praktikant të kësaj feje. Juve vetë jeni praktikantë? Jo, s'jam praktikant. Unë besoj në inteligjencë superiore. Kjo është mendimi tim. Po me gjykimin tuaj? Po, domethënë për krijimin dhe zhvillimin e këtij universi, domethënë në inteligjencë superiore, por jam edhe në atë që askush nuk e ka drejtën absolute që të thotë besimi im ka më të drejtë se besimi juaj. Jo, sigurisht, asnjë fe nuk e mëson këtë. Unë e kam këtë. Do feja është më tepër. Ky është mendimi tim, nuk dua dalë jashtë asaj
mendimet tuaja, çdo njeri ka Ti përmbani pak edhe kontekstit të emisionit. Ideja është që ju si prind, megjithëse nuk jeni praktikant, ju nuk keni parë tek djali juaj ndonjë sjellje që të përputhet qoftë edhe 1% me akuzën e gjykatës. Në mënyrë absolute, këtë kam paraqitur edhe në një emision Top Story me Sokol Ballën. Po. Se më bën drejtoj një pyetje nga ata që ishin panek, se unë isha në studion e lajmeve dhe me një 15 minuta, jo? Tha, desha të bëjmë pyetje, tha, ai bujari që ka qenë dikur në drejtori i përgjithshëm i Shishit, bujari që ka Bujarama. Urdhon? Bujarama. Pa Bujarama. Tha, desha të pyes, por edhe ishte pak besimtar me sa në have. Jo pak po që tamam. Do t'ju pyes, tha, djali juaj tha ka qenë tha me i respektueshëm përpara tha apo pas saj. I thash nuk bën një dallim, thash djali tim ka qenë i respektueshëm si para dhe mbrapa, thash një lloj. Por ekstremizmi nuk ka pasur thash mbrapa për ta sqaruar në tepër. Gjatë praktikimit të fesë. Gjatë praktikimit nuk ka pasur, domethënë ka qenë jeta normale midis marrëdhënieve të mia dhe djalit. Me këtë dua të them që unë respektoj gjithëkënd për mendimin e tij. Çfarë ka? Edhe djali tim të njëjtën gjë ka. Ai respekton, ka besimin e tij, respekton edhe fen tjetër, cilë do fe, cilë do lloj mendimit tjetrit, qoftë edhe që nuk beson fare, por sepse kjo vërtetuar thash edhe në gjyq me dëshmitar. Dolën aty dëgjon kjo akuzë kur prokuroria dhe gjykata nuk mund të argumentojë me asnjë dëshmitar që ai ka përçarje fetare. Kurse unë argumentoj që nuk ka përçarje fetare, sepse dolën 5 shokët e tij që ka pasur fakultet që qenë të fesë ortodokse. Njëri nga ta shoku me ngushtë e kam pasur e kam në do ta kem tha. Një muaj para ka qenë ke unë para se ta arrestohet. Po mirë, pse ishte shok me dikë, nuk mund të akuzohet. Pikërisht pra. Sado. Tu do ta ilustroj edhe unë. Domethënë, ai tha, një muaj para ka qenë në shtëpi time dhe unë i mbaj tha gjithë ato kultet që kanë ata në fenë ortodokse. Verdi nuk më ka shfaqur ndonjë shqetësim, tha, ka ndonjë 3-4 ditë tek unë, tha nuk ka shfaqur. As prokuroria vet nuk ngriti ndonjë bazë ose ndonjë akuzë. Po nuk ka pra vetëm akuzë. Akuzë po prova, ama as nuk prova të ketë. Nuk ka bërë as thirrje siç akuzon. Po për çfarë u akuzua Verdi? Po ja bëj thash thirrje do më përçarje fetare. Ka bërë thirrje, do ku për thirrje. Akuza është e njëjtë për të gjithë të dënuar. Akuza është për të gjithë e një llojit. Edhe ka fakt për Verdin? S'ka as për Verdin, për asnjërin s'ka për. Nuk ka për asnjëri. Po Verdin me sa kam lexuar unë në media e akuzojnë që ka çuar ato xhajen në Rinas. Ja pra tash. Vetëm ai është fakt, apo jo? Po nuk është fakt. Po mirë, vetëm ajo është. Ajo është dëshirë edhe domethënë që prokuroria do ta kthejnë fakt, po nuk mund të quhet fakt. Po. Verdin ai ka bërë miqësisht për ta ndihmuar plagun sepse e kuronte dhe ai kërkoi një shërbim për të vajtur për ta çuar në Rinas. Dhe Verdi si filantrop që është, tip alturisti kështu, edhe e çoi për ta ndihmuar sepse kishte një respekt për plagun, vite keq. Bile edhe kur falshin xhami, qeko e keqe, merrte makinë e çonte deri në shtëpi. Po kjo s'përbën përgjegjësi penale që të ngresh një akuzë kaq të madhe kundër një personi. Është tamam si puna e taksistit. Po. Që i çoi ata në Belgjik, ata terroristët i çojnë në aeroport. Po, ta akuzojnë tani për nxitje ose bashkëpunim. Tash i Verdi nuk që taksist me lek, por që një shërbim njerëzor. Shërbim human që ai vendosi ta bëjë, po. Tash ai tha do shkoj për vizitë Turqi. Po. Verdi duke ditur që i vuante nga prostata dhe nga shtylla kurrizore, e ndihmoi e çoi deri në Rinas. Okej, kalojmë tashmë tek avokati. Avokat, para se të hyjmë në brendësi të çështjes gjyqësore si është zhvilluar edhe gjitha këto me radhë, unë desha të di juve si e gjykoni këtë ligj, a i shërben interesave kombëtare një ligj i tillë, apo se mua më duket pak absurde që të hartosh një ligj për të mbrojtur interesat e një kombi tjetër. Ligji që ka dalë në vitin 2014. Po. Pas arrestimit të personave që u dha projekt vendimi i gjykatës shkollës parë, i shërben marrëdhënieve juridike të vendosura në Republikën e Shqipërisë. Por nuk ishte se si ta dinim ne që do dilte ky ligj, që ne të mos ta cënonim ligjin që doli. Ai u dha fuqi për veprën. Është një parim kushtetues që asnjë person nuk mund të ketë përgjegjësi penale për një vepër penale e cila nuk parashikohet si ligj në kohën që është kryer. Pra ky ligj nuk kishte në fakt fuqi prapavepruese. Kemi të bëjmë një diçka, Prokuroria Rrethit Gjyqësor Tiranë ngriti një kurth për gjykatën, ndonjë ata gjykatës, prokuroria u ka ngritur një kurth, kërkon që disa veprime që nuk parashikoheshin nga ligji si vepër penale, ti trajtonin me një analogji me një ligj që ishte si vepër penale, por që nuk i përkojnë atij ligji. Por përpara se dalim tek analiza
juridike, dua të bëj diçka, një paralelizëm të kohës, sepse çdo gjë lidhet në kohë dhe në hapësirë dhe në subjektivitetin e vendimit të gjykatës, në bindjen e brendshme të gjykatës. Bindja e brendshme e gjykatës nuk u formua mbi bazën e provave dhe të ligjit në atë proces gjyqësor që ne të themi faktin dhe çfarë ndodhi dhe me cilën bazë ligjore u provua ajo çka ndodhi në gjykatën e krimeve të rënda të shkollës parë Tiranë. Arena ndërkombëtare e ka gjetë drejtësinë në Republikën e Shqipërisë përballë një situatë shumë të rëndë. Nga njëra anë, drejtësia shqiptare është në pikën e hallit. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë nuk dinë të marrin vendime pa lekë. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë, megjithëse po shohin për ditë lajmet që u arrestu filan gjyqtar, u arrestu tjetër gjyqtar, përsëri vazhdojnë të arrestojnë gjyqtarët duke marrë lekë në flagrancë. Pra, pse e bëjnë këtë? Sepse gjyqtarët nuk dinë më të japin vendime pa lekë. Ato dinë të japin drejtësinë vetëm ai që paguan, vetëm ai që bën pagesën e vendimit. Dhe kjo është realiteti për gjithë shqiptarët. Pra, të gjendur përballë një fakti në këtë gjyq botëror, në këtë arenë ndërkombëtare për ndalimin e luftës, për luftën, për ndalimin e terrorizmit, për luftën kundër terrorizmit, edhe drejtësia shqiptare kërkoi të merrte pjesë dhe ta luftonte këtë. Por paralelisht me këtë, gjyqtarët nuk japin vendime pa bërë pagesën atij vendimi. Dhe nuk di ndonjë gjyqtar në Republikën e Shqipërisë që të jep drejtësi pa drejtësi të paanshme, të pavarur nga asnjë lloj fakti tjetër. Vazhdojmë në çështjen konkrete. Edhe projekt vendimi i gjykatës krimeve të rënda të shkallës parë, megjithse unë e dija pothuajse përfundimin e kësaj çështje. Pse e dija? Nuk e dija se unë jam parashikuesi të ardhmes, po e dija përfundimin e gjyqit sepse nuk kam fituar asnjë gjyq pa e ditur përpara vendimin. Madje njërit nga personave që më pyeti përpara se të futeshim në seancë për të dëgjuar vendimin, tha si mendon se do dal gjyqi? Thash është i pari gjyq që unë futem dhe nuk e di vendimin përfundimtar. Pra ju po thoni që ishte një gjyq i pari gjyq, përgjigje thash është i pari gjyq që unë futem, të ngjoj, i pari vendim që ngjoj në jetën time dhe nuk e di cili është vendimi përfundimtar që të jap gjykata, se di çfarë vendimi do jap gjykata. Pse? Se ishte një vendim që nga ana jon ishte krejtësisht e pamundur të ndikohej tek trupi gjykues në mënyra të tjera përveç se me ligj dhe me prova. Si e shpjegoni ju këtë? Dhe se e shpjegoj se e para punës aftësi paguese asnjë nga të akuzuarit nuk ishte se janë të varfër në pikën e hallit. S'kishin lek, nuk kishin lek, nuk kishin lek të administronin drejtësinë. Pika e parë, unë jam i papaguar për këtë gjyq. Edhe administrimi im që i kam bërë çështjes, nuk është në gradë që mund të kem bërë një çështje tjetër për të cilën mund të jem mirë paguar, edhe unë si avokat. Pra nuk e kam parë veten time të motivuar për ta mirë administruar çështjen në të gjitha faktet e rrethanat. Edhe avokatët tjerë kanë qenë të papaguar në atë gjyq. Unë dhe një avokat tjetër, avokati Verdi Moravës. Dhe po ta shikosh mbrojtjen, më shumë të lejnë për të pëlqyer, jo për të ofenduar veten time, se e ofendoj veten time, por më shumë për të pëlqyer mbrojtja që bëri Verdi Morava, se ishte më shumë i motivuar për të bërë mbrojtjen se sa unë. Pra administrimi i drejtësisë në këtë arenë ndërkombëtare dhe kombëtare të Republikës së Shqipërisë ka qenë zero. Sepse nuk kishte lek për të administruar drejtësinë, duhet të dalë më poshtë. Po disa prej tyre edhe për arsye të tjera nuk merrnin avokat. Jo. Arsyeja që s'kan marrë avokat, kryesorja ka qenë fakti që nuk kishte aftësi për të administruar drejtësinë. Nuk paguanin dot. Pra, nuk kishin aftësi financiare dhe është mungesa totale e besimit tek avokatët që të gjen shteti. Avokati që të gjen shteti vjen për të thënë që je fajtor, nuk të mbron në Shqipëri. Avokati kryesisht që të cakton shteti është në Shqipëri një avokat lodër e shtetit shqiptar në të gjitha çështjet, jo vetëm në këtë çështje. Unë nuk e kam shkruar emrin tim tek avokatin kryesisht. Refuzonin avokatin kryesisht? Kjo është arsyeja kryesore që ato refuzonin avokatin kryesisht. Pastaj çështja e besimit fetar, nëse bën apo s'bën të kesh avokat kryesisht, ka një mënyrë zgjidhje, pra mund të zgjidhet që mund të mos ta quash veten avokat që po e mbron, por mund ta quash veten përcjellës të fjalës, siç e quajti veten Ndriçim Tola, vllai i Astrid Tolës, dhe e mbrojti në gjyq pa cënuar as besimin fetar të Astridit, që besonte që avokati nuk duhet, por pa cënuar edhe të drejtën e tij për tu përfaqësuar në gjykim. Pra, përfaqësimi dhe mbrojtja janë dy gjëra tjera të cilat mund të rregulloheshin, por mungesa e aftësisë paguese ka qenë arsyeja kryesore që në këtë çështje nuk kishte avokat. Dhe unë këtë besoj që ka qenë pika e parë, pamundësia për të administruar gjykimin. Pastaj vazhdojmë më poshtë. Përpara sa të bëja mbrojtjen time përfundimtare, që trupi gjykues unë nuk e kam parë ndonjëherë në asnjë vendim, 12 vjet kam punuar avokat dhe nuk kam parë në asnjë lloj çështje, edhe ku ka pas vetëm 3 fletë konkluzione, ti lexojnë për 50 minuta. Atje ka pas 500 fletë konkluzione të mbrojtur dhe të pandehurve. 500 fletë.
80 flet ishte konkluzionet e prokurorisë. 2 orë që jote, 2 orë vetë. Si mundet? Unë dua 2 orë për të lexuar konkluzionet e mia, trupi gjykuesi lexon për 50 minuta? Do kanë dhënë amerikanët të një skaner. Pra, nuk dua të dalë prapa skenën cilën e mulon në Olsi shumë mirë, mund ta flas Olsi, por nuk dua të dalë prapa skenën. Unë duhet ta mendoj, i thash trupit gjykues. Ja kam thënë me bindje. Nuk dua, kam thënë, dhe e them kudo që do të jem do ta them, nuk dua ta mendoj, jo se s'mundem, po s'dua ta mendoj që trupi gjykues shqiptar, që një gjykatë shqiptare, gjykata e Kombeve Vetërënda firmos vendime të kujdot qoftë jashtë atij trupi gjykues. Të gatshme domethënë. Unë nuk kam thënë që ishte nderi i këtij trupi gjykues, deri në dhënien e vendimit që të merr të jepte drejtësi. Tani është kthyer në turpin e atij trupi gjykues ai vendim që ka dhënë. Dhe unë do ta quaj me plot bindje vendimi i turpit. Projekt vendimi i turpit sepse s'besoj se ai vendim nuk besoj, jo, unë jam plotësisht i bindur që ai vendim nuk e kalon derën e gjykatës së shkallës parë. Do prishet pa kaluar nga dera e gjykatës së shkallës parë sepse janë prish vendime më të mëdha. Ka qenë ky trup gjykues që trumpetoi me të madhe pavajsinë e Arben Frokut. Po, sot Arben Froku është në burgim përjetshëm dhe është i arrestuar sepse ka një parim botror, parim i her pas hershëm i gjithkohshëm që e drejta është e fortë. Parim universal. Parim universal, pavarësisht çdo gjëje e drejta është e fortë. Nuk mund të themi ne që e drejta mbaroi me trupin gjykues. E drejta është e fortë dhe vazhdoi. Okej, ka shkallë të tjera, ka. Dalim tek argumenti ligjor. Argumenti ligjor në këtë. Këtu ndoshta do të kujtojmë Fidel Castron që kur e dënoi qeveria fashiste e kohës, sa ju po dënoni sa but history sa will judge me, sa historia është të gjykoj mua. Edhe e drejta në fund ishte e fortë dhe doli tek përfundimi i faktit, si në anën historike Olsi edhe argumenton shumë bukur. Desha të flas në anën ligjore. Populli Republika e Shqipërisë u gjend përpara një fakti të paparashikuar nga ligji, përpara një fakti i cili duhet të ishte fakt penal, faktikisht. Dhe unë mendoj që duhet të ishte fakt penal. Çfarë po ndodhte? Shumë shqiptar po iknin në Siri. Dhe në Siri po gjenin vdekjen. Po kjo ishte mënyra për t'i kufizuar? Pra, unë po flas faktin. I po iknin në Siri dhe po vdisnin. Unë njoh shumë njerëz që kanë qenë çuna të mirë në Shqipëri, që janë prapë çuna të mirë në Shqipëri dhe për pak kanë ikur në Siri. Do iknin sepse ishte mjedisi i tillë që trumpetonte çdo ditë, çdo hoxh i kësaj republike ku ne jetojmë, trumpetonte shkonin në Siri, ndihmonin sirianët, trumpetonte duhet të shkojmë atje, edhe unë vetë. Si besimtar musliman, edhe unë vetë disa herë kam menduar pse të mos shkoj ta ndihmoj edhe unë atë motrën muslimane që po përdhunohet në Siri. Shqyr që s'ke shkuar se do të kishin Shqipëri sot. Por çfarë më ka penguar të shkoj? Nuk më ka penguar të shkoj asgjë tjetër, thjesht më ka penguar të shkoj besimi im i dobët. Sepse ne këtu e merrnim besimin në këtë mjedis xhallarësh, në këtë mjedis imamllarësh, në këtë shoqatë të Komitetit Musliman të Shqipërisë, nuk dua ta quaj musliman, se nuk e quajnë as ato veten, musliman të Shqipërisë, në këtë shoqatë, e cila është krejtësisht e pamundur të kontrollojë misionin e vet. Pra, të kontrollojë misionin e vet. Po kjo s'mund t'i besohet një ligj ama dhe një vendim të tillë. Republika e Shqipërisë u gjend përpara një fakti. Njerëzit po ikin në Siri dhe po vdisnin, po vimin kufoma këtu. Mbrojtja e jetës e shëndetit të shtetasve të këtij vendi është detyrë e kësaj republike që t'i mbrojë me ligj. Po kjo është mënyra? Ky është qëllimi i legislacionit penal. Jo, qëllimi është rehabilitimi i një kriminali që ka shkelur ligjin. Këta s'janë kriminal. Ju tani po binin kontradikt me atë që ju po thonë. Jo, ta përfundoj. Sepse mund të rregullohet një problematikë e tillë, to nuk janë kriminal dhe nuk janë shkelës dhe veprës penale, në argumentin se ky ligj nuk ishte si vepër penale. Edhe sikur të ishte ky ligj. Jo, sikur të ishte, ishin vepër penale. Sot, nëse një person del dhe thret për të ikur për luftë në Siri, bën vepër penale dhe duhet dënohet. Dhe me të drejtë duhet dënohet. Qoftë Siri, qoftë në Greqi, qoftë Kosovë, kudo që shkoj të luftojë. Jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë dhe në Republikën e Shqipërisë, po nxiti për luftë, është vepër penale. Lëvizja e lirë e qytetarëve është e programuar në të gjithë botën. Çdo njeri mund të shkojë dhe ta harxojë jetën e tij ku do dojë. Tani më fal. Çdo njeri mund të shkojë me vullnetin e tij të lirë, por jo ta nxitësit të tjerët. Objekti i nxitjes mund vi nga media sociale, mund vi nga rrjeti social. Ti nuk e kontrollon me ligj. Përdorimi me ligj në të gjithë botën dhe në Shqipëri, përdorimi i rrjeteve sociale, i mediave sociale në Shqipëri pas 2014-s, pas qershorit të 2014-s, madje në gjykatën e Kombeve Vetërënda e ka përmendur me dekret presidenti, kur është miratuar ligji për efektet kushtetuese, që ky ligj është miratuar me dekretin e presidentit të Shqipërisë të 7 tetorit të 2014-s dhe vetëm pas asaj date, qytetarët shqiptar nuk mund të nxisin për luftë. Deri në atë datë, gjithë secili nga qytetarët e kësaj republike ka qenë i lirë të nxisi për luftë.
Po mirë, në rrjetet sociale nuk kemi kastriot myftarën që kemi kastriot që nxit për luftën dhe nuk ose problem luftë. Tani dalim kjo është ana herët e këtij vendimi. Shiko, në kriminologji ju e dini shumë mirë që disa mënyra se si luftohet krimi janë shumë herë më të gjëra dhe më me hapësirë se sa një lish i fut në burg. Ta përfundoj idenë. Mua më vjen keq domethënë që juve mbroni idenë e burgut si rrugëzgjidhje për këtë. Ta përfundoj idenë. Dhe unë i thash gjykatës, ky ligj nuk parashikoi ky fakt që i ndodhi në Republikën e Shqipërisë nuk parashikoi nga ligji si vepër penale. Pastaj dalim pa e lidhur me autorsinë. Pastaj dalim tek autorsia. Asnjëri nga të pandehurit, asnjëri ta gjykatës, pavarësisht unë profesor njëri nga të pandehurit, por nga ligjëratat që kemi dëgjuar, nga ajo që është provuar në gjykatë, nga provat që kanë ardhur, asnjëri nga të pandehurit nuk ka nxitur as për luftë, as për terrorizëm, as për akte vetëm terroriste. Nuk ka nxitur pra. Nuk është çështje. Ekzistojnë prova për këtë. Pra, pavarësisht faktit, jo nuk ka prova që të ketë nxitur, po s'ka nxitur, pra. Ka prova për të kundërtën që nuk ka nxitur, pra unë kam qenë i detyruar në atë gjyq të provoj të kundërtën. Pra, gjykimi nuk ka nisur me parimin e prezumimit të pafajësisë. Gjykimi ka nisur me parimin e prezumimit të fajësisë. Ja kam thënë trupit gjykues. Pra, një nga shkeljet kryesore të kushtetutës. Pra, pandehurit u prezumuan fajtor. Pse? Sepse kur mbështetësit e tyre vinin për të parë gjyqin, nxirreshin jashtë, kërkoi karta identitetit për të regjistruar tek prokuria e krimeve të rënda si bashkëfajtor me ato. Pati amerikan në këtë seancë? Po, në këtë seancë ishte ultimatum Amerika. Në këtë seancë ishte Amerika deri në fund për ta dhënë vendimin. Kishte amerikan? Po, ishte prezent kë madje ndodhi një rastësi që do ta përmend këtu, ndodhi një rastësi dhe pyetën avokatët. Mu desh largohesha për 5 minuta nga seanca gjyqësore, dola pak nga seanca dhe direkt pas meje doli dhe përfaqësuesia e ambasadorit amerikan. Kanë vënë ai përgjys nga mbrapa apo nuk e di, ai doli direkt pas meje për të shkuar në banjë, u habita. Mund të ketë pasur diell nga këtë seancë, unë dola se kisha nevojë të mia personale nga seanca gjyqësore. Mora letë po shkoj çik për nevojët e mia personale, trupi gjyqës do i thotë tash të bëj një telefonat, do i thoya do shkoj në banjë trupi gjyqës. Kishte ndonjë dron sipër? Sapo dola, jo është realitet. Sapo dola nga seanca gjyqësore, ja kush dielli ka qenë i pranishëm. Doli përfaqësuesi i ambasadës amerikane pas meje. Unë në banjë, ai në banjë. Kjo nuk është ndonjë argument. Jo, është argument. Jam paranojak. Në banjë pas meje. Megjithatë, pozicioni i ambasadës amerikane, unë mendoj dy takimin ne ta sqarojmë çik më ndryshe. Jo, për këtë është kam një mendim të kundërt me Olcin këtu, se shikoj të. Po ta dëgjojmë pak replikën. Unë shikoj pritje. Është reaksionar. Jemi në një emision, ju lutem publiku duhet kuptojë një herë këtë lloj replike që ju po bëni. Dhe përpara se ju të bëni replikën duhet të sqaroj qëndrimin e doktor Olci Azigjiu gjithkohë. Unë drejtohem nga moderatori e emisionit, kështu që se mos harron që po flasim për publikun. Është kështu puna. Djali jot është në burg nga që do ambasada amerikane. Je i bindur për këtë gjë? Jo. Okej, bravo qoftë. Jo, them po prit ta marrëm pastaj do flasim. Puna është kështu. E para të flasim për punën e xhihadit në Siri. Rolandi e tha shumë mirë. Për fatin ton të keq, vitin 2011, 12, 13, 14, xhamit e Shqipërisë u manipuluan nga nacionalistët arab, pranvera arabe, që bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrëzuan Mubarakun, vran Gaddafin, dogjën Yemenin, dogjën Sirin, shkatruan gjithë republikat më përparimtare arabe, në mënyrë që t'i përplasin arabët kokë në kokë, të shkatrojnë shtetet arabe dhe Izraeli t'jetoj i lumtur për jetë. Për fatin ton të keq, besimtarët tanë musliman në Shqipëri janë shumë ignorantë, sidomos hoxhallarët. Mendim i mbajnë me lek arabët nga Arabia Saudite, Kuvaiti, Katari, Turqia etj. Edhe ata i thonë fluturon nga mori, fluturon thonë. Është i varur në interesat. Ka patur nga këta që janë në burg, se unë i kam dëgjuar edhe videot atyre, thonë që toka është tepsi thonë ata, nuk është arrumullakët. Këtu është niveli i ignorancës që ekziston nëpër xhamit tona. Ka patur nëpër xhami jo vetëm e këtyre që u sulmuan, po xhamit tjera që janë njerëz të nderuar, të respektuar, Edi Rama shkon i takon ata hoxhallar, japin votat, Erion Velia ka futur nga ata mjekroshat edhe në stafin e tij të bashkisë ministrisë që dinin e protestonin për luftë dhe xhihad në Siri. Problemi është kështu dielli, që në vitin 1913, që iku Turqia nga Evropa, ne shqiptarët musliman u bën dhimi, është termi që përdoret në terminologjinë islame, apo më saktë
pengjet e Evropës. Evropa do na lë falemi, nuk do, nuk falemi. Muslimanët shqiptar përbuzën. I trajtojnë si terrorist, si ekstremist, nuk i lejojnë që të punojnë për shkak të mjekrave, shamive, gjërave tjera. Për fatin tonë të keq, në vitet 2011, 12, 13, 14, besimtarët tanë harruan që ata jetojnë në zemër të Evropës. Jetojnë ndoshta rreth 1000 milje larg Vatikanit edhe një 700 milje larg Athinës. Qendrave ku është themeluar krishtërimi historik. U gafurën, u bën trima, thonin do ikim Siri, do shklirojmë Sirin, e pralla me mret, se ngeli Siria do ikin këta fukarejnë të këmë zbathurit e Shqipënisë që do shklirojnë Sirin. Në Siri sot bëhet një luftë e madhe gjeopolitike ndërmjet Rusisë në njërin anë edhe Amerikës në anën tjetër. Dakor. Këta që shkuan në Siri, dhe nuk ishin vetëm këta 9 vetat, kanë qenë me qindra, edhe unë i di se unë i kam në internet për ditë, më shajnë, mallkojnë, më kanë bërë shia janë ky sekti i Bektashive të këtij Al-Asadit, e çfarë më bënin, domethënë se i thoi orë burra, e kuptoni se çfarë bëhet? A kuptoni se ku jetojmë? Po me pak fjalë shtu puna. Organet e sigurisë në Shqipëri, CIA, shiku jon, miti turk, spionazhet arabe, nuk e dinin këto që po shkonin besimtar shqiptar në Siri? E dinin. Shkërzën Dumani ka kaluar nga policia. Po. Po jo vetëm kjo, po ka qenë tani po vërtetohet me fakti që ishte miti turk që i merrte shumë nga këta, i ushqente, i armatoste, i çonte diversant në Siri. I përgatiste rreziqet i parë. Servisin dhe i bonin. Dhe çdo gjë është bërë në bashkëpunim plot. Problemi është këtu se Amerika sillet si lavire me aleatët e saj. Një herë të në zjarr e pastaj thot pse u hudhëm zjarr, s'ta kam fajin. Puna është kështu që unë kam bërë edhe shkrime në anglisht për këtë punë. Në vitin 2013 apo 14, se më mirë vitin, 13 në duket, kur Amerikanët goditën me raketa që nga bazat e tyre në Spanjë Damaskun, dhe rusët i rrëzuan raketat e tyre dhe Putini e kërcënoi Amerikën me luftë botërore mbi Sirin, në Ballkan, një muaj më pas, erdhi generali suprem i NATO-s, Filip Bredlovi, dhe i dha urdhër si qeverisë shqiptare, si qeverisë kosovare, që i tha, ta që po shkojnë në për xhihad deri tani që i kemi trajtuar si vullnetar edhe si luftëtar demokracisë e tjerë, unë kam bërë shkrime dhe i citoj këto dhe shumë i kam arkivuar, këta do të fillonin dhe i fusin në përburgje. Tje më i moshuar se sa unë dhe e di që kur vinte fjala bie Beqir Ballukun kombinat apo Mehmet Sheu në Lushnjë, sigurimi i shtetit do arrestonte gjithë grupin reaksionar, se i kishin me lista ata, kush janë armiqtë e klasës, do i fusin në burg që t'i thonin pushtetit shive i kapën, i futën në burg, çdo gjë është në rregull. Dhe edhe këtyre të shkretëve ura lapsi. Ku është problemi? Unë kam shumë problem me teologjinë e këtyre xhihadistëve. Sepse këta mendojnë se muslimanët sot kanë aq fuqi sa që mund të rrozojnë perandori dhe të krijojnë një botë më të mirë. Unë i kam ndjekur shumë nga këta që kanë shkuar. Kjo s'përbën vepër penale? Kjo nuk përbën vepër penale. Po problemi ku është? Tani, problemi është që në presionin amerikanëve që nga 2014 ne kemi këto ndryshime të kodin tonë penal dhe disa nga këta që shkuan në Siri, në Turqi e tjerë, i ra lapsi që do futeshin në burg. Rolandi, apo siç argumentova edhe unë në News 24, argumentojnë që dënimi i këtyre është i paligjshëm sepse ligji ka veprim prapa veprues dhe jo para veprues. Madje ligji penal favorizues, ligji penal favorizues ka fuqi prapa vepruese. Po. Për shembull, Edi Rama mund të ketë vjedh korrent para 10 vitesh. Nuk e fusin dot në burg, sepse në burg do futet që kur nxori ligjin, ai kush vjedh rrymën do ta fusin në burg. Se kështu funksionon logjika e ligjit. Po, në këtë kontekst Olsi, a mund na thoni pse nuk u dënuan të gjithë personat që nxitën, ndërkohë që ne kemi video në YouTube të imamit të xhamisë Rrugës Kavajës Ahmet Kalaja, i cili bën nxitje në Itali edhe në Shqipëri për pjesëmarrje në luftën në Siri, dhe ai nuk është fare në bankën e të akuzuarve. Dhe ai është një imam xhamati të cilit ka një ndjekje shumë herë më të madhe në numër. Ai vetë si imam ka frekuencë më të madhe në fjalën e tij, sepse ka video në YouTube, ka mënyra mediatike për të përhapur. Besoj diçka. Si e shpjegoni ju këtë? Para se ta japi Olsi përgjigjen, se më lejon që përpara se ta japësh përgjigjen, sepse kam dëgjuar që Olsi është pak i përfolur në rrjetet sociale në lidhje me emra, kupton? Pastaj Olsi ta japi përgjigjen. Jo, është mendimi i tij. Dua të jap diçka, përpara se Olsi të jap mendimin e vet, dua të them diçka.
Si filloi procesi penal? Procesi penal filloi me një shkresë të komunitetit musliman të Shqipërisë. Ajo shkresë që tani u përfol si e falsifikuar apo jo? Filloi me një kallëzim penal të komunitetit musliman të Shqipërisë. Kallëzimi penal. Jo, ka filluar kallëzimi penal që në 2013. Komiteti musliman i Shqipërisë ka nisur një kallëzim penal të cilin komiteti i kulteve nuk e nisi. Nuk e çoi. Nuk e miratoi. Komiteti i kulteve miratoi vetëm pas rishikimit të listës. Pas ndryshimit të kryetarit të Komitetit të Kulteve, që duhet të dali. Domethënë, pasi iku Ilir Hoxholli, pasi erdhi Ilir Hoxholli e çoi kallëzimin penal në prokurori. Ilir Hoxholli po ka të bëjë kjo me armiqsinë që ka patur Ahmet Kalaja me këta imamët se Ilir Hoxholli njihet si zari i tij? Nuk e di këtë, do ta flasësh ti tash, por duhet të flas pak anën ligjore të çështjes. Cila është ana ligjore? Cila është ana ligjore e çështjes? Komiteti Musliman i Shqipërisë, shoqata, nuk dua ta përmend sepse komuniteti musliman i Shqipërisë, jemi të gjithë ne, jemi dhe ne që jemi këtu, që bëjmë të emisionin dhe ato që do na shikojnë, që na dëgjojnë, jemi komuniteti musliman i Shqipërisë. Por shoqata, komuniteti musliman me y, nuk e quajnë vetëm me u ato. Po e shkruajnë, jo, ka lidhje shumë. Ka lidhje shumë. Shoqata ka shumë në Shqipëri. Shoqata Ardhmëria, shoqata Ringjallja, shoqata kanë qenë shoqata që janë në listën e terrorizmit sot. Komiteti musliman, kjo shoqatë mund të jetë nesër në listën e terrorizmit, ku ta di unë. Pikërisht pra. Ne nuk jemi fare antarë të shoqata komuniteti musliman i Shqipërisë. Nuk ishte në linjë paralele me Abdurrahim Ballën dhe Bujar Hysen. Por ishin linja që kryqëzoheshin në pikën e kryqëzimit ku arrestuan. Kishte një përplasje interesash pra. Kishte Bujar Hysa kishte të të bëj një pyetje në këtë pikë që se edhe në xhamin Ahmet Kalas janë bërë kështu thirrjesh. Dhe ti fal e di që ata kanë marrë dhe letra, ankesa, që i kanë thënë në xhamin e rrugës Kavajës bëjnë thirrje për xhihad. Kush i ka marrë letrën? Komiteti musliman. Jo, komiteti musliman nuk ka dhënë, pra komiteti s'ka dhënë për të xhamin, se ishte vetën. Pra ishte imami i rrugës Kavajës. Një konflikt interesash. Konflikti interesave mes komunitetit musliman të Shqipërisë. Pra unë kam thënë për haxhin. Ta them shqipërisht për haxhin. Bujar Hysa kishte kompani haxhi. Që s'është asnjëherë, kishte kompani haxhi. Nuk zien njerëzit të mos kujtosë zien njerëzit sot për ide, nuk zien për ide kush jo, për lek. Për lekë dhe pushtet. Atëherë na e shpjegoj për publikun. Edhe muslimanët zihen për lekë dhe pushtet. Bujar Hysa kishte kompani haxhi. Po. Duhet ta pranojmë gjithë. Dhe kompania e haxhit e Bujar Hysës ishte tek Dina Hoxha. Po. Përderisa xhamia e Dina Hoxhës, s'po flas me emra, nuk më pëlqen të flas me emra. Unë i kam vëllezër, shumica për aty i konsideroj vëllezër. Gjithë kemi vëllezër. Jo, nuk do të flas, nuk do të flas me emra, por përderisa xhamia e Dina Hoxhës e furnizonte me njerëz për haxh Bujar Hysën, ishte çdo gjë në rregull mes asaj xhamie të Bujarit. Në momentin që u shkput furnizimi me njerëz për haxh nga xhamia e Dina Hoxhës për Bujar Hysën, për kompaninë e Bujar Hysës, Bujar Hysa iku dhe shkoi tek Abdurrahim Balla, tek Genci Balla. Dhe i kërkoi Genci Ballës marrëveshjen që çonte njerëz nga xhamia e Genci Ballës për haxh. Në momentin që merrte njerëz besimtar musliman nga xhamia e Genci Ballës, e Unazës Re, Bujar Hysa dhe nga xhamia e Mzezit ku i kishte të vetën, komuniteti musliman i Shqipërisë që kur kam qenë unë haxhi kam pa kemi një lidhje mes vehabitëve të rrugës Kavajës dhe KMSH-s kundër këtyre të Genci Ballës. Komuniteti musliman i Shqipërisë mori prurjet e Bujar Hysës të xhamisë së Dina Hoxhës, mori prurjet e xhamisë Dina Hoxhës i mori komuniteti musliman shoqata, që çon njerëz për haxh dhe shoqata. Se u prish kjo marrëveshje. Dhe kemi një rrugë konkurrence. Po tani marrëveshjet pishin për lekë. Du më shumë, du më pak, s'jap kaq, s'jap shumë. Dhe tani çfarë ndodhi? Komiteti musliman i Shqipërisë po i kishte gjithmonë dhe më pak njerëz për në haxh për në Arabinë Saudite. Pse? Sepse janë kushte tejet skandaloze. Pra, agjencia e Bujar Hysës ofronte kushte më të mira. Ofronte haxh më lirë, më mirë dhe e bënin haxhin. Më mirë se sa komuniteti musliman. Shoqata, mos thuaj komuniteti, se komuniteti musliman ngatrohet. Emërtimi ai është. Jo. Më mirë, komuniteti. Shoqata, komuniteti musliman i Shqipërisë, kjo OJF që ofron haxh, njerëzit që bëjnë haxhin me këtë vinë pa haxh në Shqipëri. Nuk ka lidhje. Jo, i kam pa unë, i kam pa kur bëra haxhin unë, nuk e kam bërë tavafin e haxhit shumica, i kam pyetur ke bërta, e ke parë çapën, jo si kanë çunë çape. Me bërë tavafin. Kjo është problematik tjetër. Pra, ju po thoni që kemi një përplasje e konkurrencës, konkurenca mes shoqatës komunitetit musliman i Shqipërisë dhe shoqatës së Bujar Hysës. Këto dy shoqata që çonin njerëz për në Arabinë Saudite, që sot e ka zgjidhur Arabia Saudite, ka bërë marrëveshje. S'len me Arabia Saudite jashtë përfaqësive të veta, sepse ne s'kemi ministri dawe, se po të kemi ministri dawe, zgjidh ministri i dawes, ministri i fes. Po të kemi ministri feje. Kemi ambasadën e Arabisë Saudite. Ambasadën e Arabisë Saudite në Shqipëri bën marrëveshje me e bën si ministër, ministër e quhen tani e quhen kryetari i Komitetit Musliman, kryetari i shoqatës. Dhe tani çfarë ndodh? Më fal të pyet, çfarë lidhje ka ambasada e Arabisë Saudite me këtë hoxhën e Dina Hoxhës?
e kanë si emisarin e tyre për Shqipërinë? Jo, se besoj, jo. Nuk besoj që avokati është E kanë parë që kur bëhen këto hapet, ai del si Jo, nuk e kanë. Ka i diçka Ahmet Kalaja, meqense po e përmend si emër dhe po ta themi fjalë, Ahmet Kalaja është sot një nga njerëzit që i duhet Shqipërisë, i duhet fesë muslimane. Po kur bën thirrje pse i duhet? Pse i duhet? Po pra pse i duhet? Po ta them pse i duhet? Sepse ai di politikisht shumë mirë që të ndërpresi, nuk e quaj ndërredhi bishti sepse nuk është çështje fetare. Politikisht, përderisa ti e thua dhe e argumenton gjithmonë. Ka forma diplomatike më të përderisa ti e quan dhe e thua gjithmonë që dërgimi i njerëzve në Siri ishte politike jashtme e Arabisë Saudite, kështu e them duket apo jo? Atëherë kjo nuk është fe. Kjo është politike jashtme. Dhe është intrigë. Dhe ai di shumë mirë, unë e quaj politikë të jashtme të Arabisë Saudite. Ai di shumë mirë të ndrojë politikat e veta të jashtme si një lider, jo si një hoxh. Ndërsa Genci Balla që sot është në burg, nuk diti ti iki asaj linje që do shta e mori prej këtij. I qëndroi besnik deri. Ai qëndroi besnik një linje që s'ishte linjë fetare. Një linjë që nuk ishte lidhje me fen, po ishte një politike jashtme e Arabisë Saudite në Shqipëri. Genci Balla tha unë do të qëndroj besnik, se unë nuk lëviz. Është vërtet që po ta lidhi çik me fen. Pra Genci Balla qëndroi deri në fund si burr, po ta lidhi besimtar. Qëndroi si besimtar, jo si hipokrit, jo si hipokrit. Jo me dy fytyra pra, sepse vjen një kohë dëgjoj. Burri që është burr. Mendimet burri që është burr. Ti po thua, jo, ti po thua që nuk ndron besimi. Pra i po përmend një lamie të Ibn Temijës, nëse do nga feja, që thotë ja saili an madhhabi wa aqidati ruzikal huda lil hidayati yasalu. Thot, shkoi njëri dhe e pyeti Ibn Temijën për rrugën dhe drejtimin që e kishte dhe i tha, o ti që pyet për rrugën dhe atë fen time, pyet tha atë cilin tha është i sigurt atë që do të tregoj ty dhe kur s'ka për ta ndryshuar atë që të thot. Por kjo ka lidhje me fen, ka lidhje me besimin. Kjo s'ka lidhje me politikën e jashtme, me politikën mes muslimanëve, me mënyrën se si muslimanët duhet i bëjnë marrëveshjet me krishterët, me mosbesimtarët, se si duhet sillen me Sirin, me Arabin. Këto janë politika dhe këto politika ndryshojnë. Këto politika nuk do të jetë një person, nuk do të qëndrojë në këtë politikë gjithmonë deri në fund. Unë them që një lider si Ahmet Kalaja, një lider si po çfarë lider është ai? Nuk ka lidhje, ama ky person po flasim juridikisht. Një lider sepse 5 veta i shkojnë pa lideri i 5 vetëve. Tani unë për mendimin tim ky person s'kam mbaruar shkollën e ky person nuk po flas pra unë nuk hyra anës vetare se nuk jam besimtar, po unë po them që ky person Islami nuk ka lider sot. Ky person i duhet Arabi Saudite. I duhet Shqipërisë, i duhet shqiptarëve Arabi Saudite. Arabi Saudite i duhet Genci Balla që është në burg. Po pse? Sepse ai vazhdon e trumpetoj edhe sot politikën e jashtme të Arabisë Saudite. Arabia Saudite e ka shpall armik xhihadin tani ka ndruar. Pra, po flasim për shqiptarët. Dhe shqiptarët në momentin kur në Siri doli ISIS-i, në Siri doli Al-Nusra, në Siri dolën grupe terroriste të shkruar nga organizata terroriste, nga OKB-ja si organizata terroriste dhe që janë organizata terroriste. Jam i bindur që janë. Qofshin musliman, ka dhe musliman terrorist. Siç ka të krishterë ka të musliman të gjerë. Unë kam thënë përpara se të arrestohen këto. Kam qenë në një emision, po ti referohesh, kam qenë në një emision tek Albania Screen. Përpara se të arrestohen këto. E kam thënë në Shqipëri ka rrezik të madh. E kam thënë unë vetë, do ta them gjithmonë sa të mundem me fol të them pse. Sepse këtu kanë dhënë mësime shoqata nga më të ndryshme terroristë, kanë dhënë Shqipëri nga 91 deri më sot, dhe po i vazhdojnë e japin mësime fetare. Pa kontroll. Dhe ne jemi një popull shumë i varfër që shfrytëzohet varfëria, që i marrin fëmijët për 5 batanie, për 2 pakë sheqer dhe për 1 kg mish për Bajram, dhe i edukojnë me këto fryma terroriste. Nëse ka edhe fryma terroriste të feve tjera, mos mbetemi vetëm te muslimanët. Mu më djegin muslimanët, s'më duhet tjerët. Okej. Nuk na serove këtë pse duhet Ahmet Kalaja Shqipërisë. Pse i duhet Shqipërisë? Pse i duhet Ahmet Kalaja Shqipërisë? Ta them pse i duhet Ahmet Kalaja Shqipërisë. Sepse den fotografi me sa një. Jo, sepse ai e di se kur duhet që muslimanët të ndjekin një politikë të caktuar. Pra ai e di ka mbaruar shkollën e diplomacisë. Avokat. Tani kjo nuk duhet do shkollë. S'do shkollë diplomacia, dëgjoj, urtësia e personit për rrymë të caktuara nuk do shkollë. Pra, ti mendon që do shkollë, një person mund të ketë pa shkollë dhe ka urtësinë ato që thret. Pra, urtësia e dikujt, urtësia e një personi nuk do shkollë. Pra, unë mendoj që urtësia e këtij personi, se ky është person që dia apo s'di nga feja tash. Ai është person që ka sjell fondacioni Al Haramein në xhamin e Din e Hodës. Ai është person që nga jo xhami është bërë aq shumë thirrje për xhihad. Çfarë problemi ka? Nëse sot duhet kishte dikën me Genci Ballën dhe Bujar Hysën në burg, duhet ishte edhe Ahmet Kalaja. Tani ti përgjigjem pyetjes së Migenës 1 minutë se na bëri që parë dalë nga konteksti i pyetjes. Unë mendoj këtë. Po argumenti që juve dhat është që meqense
Hoxha i xhamisë rrugës Kafajës, ta themi për mbledh tazi. Është aleat me komunitetin musliman, i intereson politikës shqiptare. Jo, është aleat me komunitetin musliman, nuk është aleat me shoqatën e komunitetit musliman. Jo, një moment ju lutem. Atëherë me qenë se ky Hoxha ka mirë politikën dhe pas ka urtësinë siç e quani juve që ky ta mbaka mirë me komunitetin musliman dhe sot një ditë xhihad, një ditë ktheuni në shtëpi. Pra ky është përjashtuar nga lista e të akuzuarve, megjithse s'ka qenë asnjëri akuzuar. Jo, është përjashtuar nga lista e kanë akuzuar asnjëherë sepse ai ndryshoi në kohën e dur, në momentin e dur linjën politike. Nuk ndryshoi. Jo, ai absolutisht nuk ndryshoi. Si ndryshoi linjën tani? Po referojuni referateve ai ka thënë. Pse nuk tha Abdurrahim Balla, ku në momentin që doli ISIS-i dhe Al-Nusra në Siri, pse nuk tha Abdurrahim Balla? Kjo nuk është vepër penale, që se tha. E kam thënë që s'është vepër penale. Pse nuk tha? Besimtar, mos shkoni në Siri, sa aty ka organizata terroriste. Kur dolin organizatat, Siria në fillimin e vet luftës nuk ishte terrorizëm. Ishte luftë se je edhe avokat. Në momentin e kryerjes së veprës penale, ai ka mbajtur të njëjtën linjë. Ligji shqiptar të dënon po ti ikësh dhe luftosh për organizatat tuaja jashtë Shqipërisë. Dhe nëse fjala bie Abdurrahim Balla ka mbështet ISIS-in, ndërsa ky, si ka emrin ky? Berys Kalaja, mbështet organizata të tjera terroriste që të dy bëjnë akt penal. Tani prit tani se duhet i përgjigjem pak Migenës. Migena është kështu puna, është Rolandi e tha pak në fillim. Këto dy xhamit e hysës me Ballën ishin xhami që këta i dhanë edhe termin hoxhallar të imam të vetë deklaruar. Që nuk kontrolloheshin nga... Nuk kontrolloheshin, ishin qeverin vete e para. E dyta është që këtu erdhi urdhri nga Amerika që duhet futen ca njerëz në burg. Dhe kush ishin njerëzit që ishin më vulnerable, më të dobët në këtë mes, ishin këta. Ne për shembull i kemi parë disa nga personat që janë dënuar, njëri ishte guzhinjer, njëri pas ka qenë mjek, tjetri ka qenë picabërës, njerëz kot. Domethënë, edhe nëse kishte një influencë është madhe për nxitje dhe urrëtie për çfarë. Dhe puna është ne kemi parë edhe në për televizion, që ka patë edhe nga xhamit tjera, njerëz që kanë shkuar në Siri. Pse nuk dënohet Kalaja, po jo vetëm, po ka edhe të tjerë, puna është sepse janë bërë ca marrëveshje këtu dhe domethënë edhe regjimi kur do të friksoj dikë, edhe në kohën e Enverit, për shembull, kur i kapte një prift katolik edhe si thot populli i bi murit që dëgjoi komshiu domethënë. Bën 2-3 veta koka turgu, të tjerëve i manipulon, i thot do bëjni spionët tanë, do bashkëpunoni me ne, do rini urt, do bëni politikën tonë, këta kthejnë pllakën dhe mbaron filmi. Se edhe sistemi kërkon që ti menaxhoj krizat. Edhe për shembull, në qoftë se do bëjë ndërhyrje që u bën në xhamin e Ballës te Dine Hoxha, do bëjë skandal i madh, sepse ajo është në qendër të Tiranës, ka më shumë influencë, Arabia Saudite ka më shumë investim aty dhe janë shumë interesa të tjera gjeopolitike. Po tani, duke i lënë emrat e përvetshëm, domethënë për mua unë do doja që të gjithë të ishin jashtë. Problemi është këtu që ne duhet të trajtojmë për publikun që na shef është ideologjia e vehabizmit, apo pak a shumë ajo që përmendi Rolandi që këtu domethënë vijnë lloj-lloj organizata të huaja, marrin fëmijë të vegjël dhe i trushpjojnë. Këtë gjë për fatin tonë të keq e bëjnë Arabia Saudite në Shqipëri prej vitesh. Unë për shembull jam një veteran. Arabia Saudite apo vendet arabe, sepse vendet arabe po për ta mbaroj lutem. Unë për shembull jam veteran i Islamit në Shqipëri, kam qenë hoxh në kombinat nga 93-96 dhe unë e di se si erdhi Al Harameini në Shqipëri. Se si merrshin fshatarë dhe fëmijë të varfër nga fshatrat, nuk merrnin qytetarin, çonin në Arabinë Saudite, i trushplanin me ideologjinë e vehabizmit dhe këta njerëz i përdorën për të marrë xhamit tona. Për shembull, xhamia e Dine Hoxhës ka qenë një nga xhamirat më moderne të Tiranës, vinin çuna të Tiranca, njerëz të vishur bukur, me të rinjve madje. Kurse më fal, kur kthehem në 2002-2003, shoh shumë nga ata intelektualët që ishin në vitet 90 nuk vinin më te kjo xhami, sepse kishin ndryshuar disa terma demografik. Zhargoni për shembull ti dëgjosh shumë nga këta hoxhallarët këta edhe nuk din shqipen letrare, flasin me ca dialekte fshatrash, në anën tjetër nuk e kuptojnë real politikën e Shqipërisë, nuk e kuptojmë vendin se ku ne jetojmë. Dhe ne duhet pranojmë diçka. Ne nuk kemi teolog në Shqipëri. Për shembull, kur ndodhi kjo puna e pranverë. Teolog po marrin titull doktor ama nga disa universitete private në Shqipëri. Me lek në Shqipëri bëhesh edhe president, por muhabeti është të kemi me tërmen ulema siç ishte Hafiz Sabri Koçi. Studiues të mirë fjalë. Unë mbaj mend si tani domethënë kur e kam patakuar Hafiz Sabrin apo edhe Bardhyl Ficon Rahmet Past, gjë e parë që ata bënin është
i mallkonin dhe i shanin arabët. Në atë kohë unë më dukte shumë e çuditshme kjo sjellje e tyre, sepse isha edhe i vogël, por ata pas kanë patur drejtë se ata kishin një lloj hikmeti, një lloj urtësie që e kuptonin situatën dhe vendin se ku ne jetonin. Dhe kur nisi kjo e ashtu quajtur pranvera arabe që u kthy në xhehenem arab, ku arabët filluan vrisnin njëri tjetrin dhe hoxhallar si ky që ne përmendëm vinin në faqen e tyre në internet foto me njerëz që vrisnin njerëz dhe i mbysnin dhe unë i kam shkruar këtyre i kam thënë më mirë vini pornografi sesa të vini kështu gjëra. Është më e ndershme që të shohësh një gjë të ndyrë sesa të shohësh dikë që vret dikë në emër të Allahut edhe thot Allahu Akbar. Çfarë lidhje ka Allahu me ata që presin edhe si koka? Ky është krimi më i madh dhe obscenity quhet në anglisht, më i madh që mund bëhet kundër Zotit. Dhe unë kur kam nisur që të flas kundër këtyre, se unë jam përplas me këta që në 2011, 2013 kam kritikuar Sheikh Kardavin për fetvan që dha kundër Gaddafit, kam kritikuar Morsin kur thoshte do bëjmë xhihad në Siri, edhe kam kritikuar qeverinë turke për kur nxiti dhe çovi vehabitët aty, dhe shumë më thonin mu ti do bosh armiq, edhe i thoja unë e di që jam duke bërë armiq, por unë si një intelektual musliman që jam dhe si një njeri që kanë përgjegjësi përpara Allahut, jam i gatshëm që të hap konflikt me gjithë botën për të mbrojtur principet e fesë. Dhe shiko se ku arritëm neve sot. Ka arritur feja islame në atë derexhe që njerëzit kanë tmerr nga muslimanët. Na portretizojnë si njerëz që presin njerëz të egur. Kur kam shkuar në një nga këto seancat e djalit tënd të tjerëve, i thash këtij hyjës se në bortiste ISIS Bagdadi ku dëgjon idiotësira, i thash ore budalla, thash çaj duke fol, thash ri mërmur të thash. Bile se atakova edhe vllajën edhe i thash ore thuj këtij ky pas ka rreth nga trot mërmuri thash. Sepse këta muslimanë nuk arrin ta kuptojnë. Se këta muslimanët tan, problemi me muslimanët tan, o Verdi, o Dielli, është kjo, se ne nuk kemi një shkollë të vërtet islami në Shqipëri. Hoxhallarët tan merren nga cakatunde tumbura nga drogos tunja, tujani, ku dëgjon, ku ha pula gur, njerëz që nuk kanë mbaruar as shkollat e mesme këtu edhe ti vosh ata të bëjnë një hartim ata nuk dinë me shkruajt shqip, edhe i hedhin në përshkretirët e Arabi Saudite, edhe i thonë fluturon nga mori, fluturon, thotë ta. Dhe problemi është që kur vinë këta këtu në Shqipëri nga që kanë para dhe mbështetje nga Arabia Saudite, si me rastin e Xhamis Dina Hoxha, se unë kam qenë vetë dëshmitar në ato kohë, kur vra edhe Saliti Vari dhe çfarë bënte Al Harameni këtu në Shqipëri që blinte njerëz me parë e tjerë, është që nëpërmjet forcës para se ta kanë arritur që të marrin infrastrukturën e Islamit në Shqipëri dhe ne kur ndodhi kjo pranvera arabe, sepse unë deri në 2012 unë kam pashkruar kundër shikut organive tona trendit, e akuzoja për islamofobi, e për çfarë nuk i akuzoja, por kur erdhi kjo ashtu quajtura pranvera arabe dhe i parë se si regjimet arabe i manipuluan këta njerëz, dhe i quan këta për koka turku që të vriteshin për mbretërit e Arabisë Saudite, e Katarit në Siri, unë gjela i skandalizuar. Gjela i skandalizuar sepse pashë edhe shumë hoxhallar nëpër xhamitë tona, nga këta që janë të nderuar dhe respektuar, që i pret Edi Rama me Sajmir Tahirin, domethënë, mbanin hutbe dhe bënin thirrje për luftë. Po kush është kjo fe që bën thirrje për luftë? A bën Zoti thirrje për luftë? As që feja. Allahu e solli profetin Muhammed që t'i sjelli paqe njerëzimit. Kurse unë, aq jam të merruar me këta, se që në vitin 2013 i shkova edhe një letër KMSH, si ata e kanë në arkivin e tyre. Dhe i thash për një nga këto xhamit që ne përflasim, i thash ore në këto xhami po bëhen thirrje për luftë. Dhe mund vinin kërcënime, më akuzonin bënin shia, bektashi, ortodoks, ças më kanë bërë qafir pa fe. Ore i thoja, po nuk është kjo feja e Zotit. Allahu e solli Islamin si mirësi për njerëzimin. Allahu po të donte, është aq i fuqishëm sa që i vret gjithë pabesët edhe mbaroi filmin. Por Zoti e ka sjell Islamin si fe për ata që duan ta gjejnë në rrugën për tek Zoti dhe nëpërmjet mendjes tyre, ne nuk i vëjmë dot njeriu thikën fyt, e ti themi bën besimtar. Por faj për mua në gjithë këtë mes ka politika e ndyrë Amerikës dhe Arabisë Saudite në lindjen e mesme. Dalim tek puna e djalit tënd dhe atyre që janë dënuar, unë mendoj që ata janë viktima të kësaj politike të ndyrë. Unë siç përmenda edhe në News 24, unë do doja që këta njerëz të nxiren nga burgu. Po të ketë njerëz që i ka ikur truni, siç përmend ata që për ta si nisi Abu Bakr al-Baghdadi, dhe të rinë aty. Jo të rinë aty, se dëgjoj, njeriu i smur ka nevojë ta çosh në spital. Njeriu i smur ka nevojë për mësim. Unë në vitin 2004-2005 kam qenë në bisedim me një ambasadë të huaj këtu në Shqipëri dhe komunitetin musliman atë kohë Selim Muçën,
Sepse unë kur u ktheva nga Malezia që mbarova masterin, më vonë bëra doktoratën në Firenze, unë vija durët në kohë kur shikoja nivelin e hoxhallarëve tanë. Ishin njerëz që nuk dinin as histori, as teologji. Këta nuk e din kur është themeluar sunizmi, se ne pretendojmë që jemi suni, që është një nga kishat e Islamit, siç është kisha katolike me ortodoksën. Këta nuk din kur janë mbledh hadithet, këta nuk din luftën e madhe që është bërë për të bërë këtë lloj islami që kemi ne sot. Këta nuk din historinë e perandorisë osmane. Këta nuk din se ç'a bën turqit këtu, nuk din se ç'a bën fuqitë e Evropës. Dhe këta njerëz duke mos e kuptuar gjeopolitikën botërore, shkojnë edhe bien viktima. Se shumë nga këta që janë në burg më dhimbsen këta. Se shumë vetëm thonë më si dhimbsen këta bides ka nga këta. Tu ka i diçka. Mos dhimbsen, nga që të paditur. Mos të dhimbsen. Por neve duhet të edukojmë këta njerëz, sepse edukimi është mënyra se si ne ka çdo qëllimi i ligjit. Duke njeriu pas hekurit. Mos të dhimbsen fare, nuk do të shkatron familjen. Nuk do kthehen kafsh, nuk do kthehen kafsh. Nuk do kthehen kafsh, jo, nuk do kthehen kafsh. Do kthehen lidera. Jo, do kthehen lidera. Un kam bindje do kthehen lidera. I lutem mie ka vdek në burg. Një nga shtyllat e kësaj feje që ne flasim sot. Jo, ka vdek në burg. Ta përfundoj kush është interesi, ta tregoj pra Zoti, çdo gjë e bimi një me vetën. Ka një urtësi Zoti në ngjalin. Jo, nga ana ligjore them. Nga ana ligjore. Fatos Nano u dënua. Bëri burg dhe u bë kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Okej, po se u dënua pa faj, u dënua me pa të drejtë, u dënua për një ligj që nuk parashikoi nga ligji i vepër penale dhe mori lekët edhe u kthye në lider të shqiptarëve. Këto që janë dënuar me bindje, nëse këto do lihen në burg, dhe gjykata apelit do lihen në burg, do dalin lidera të Islamit dhe këto do atëri bie që Ahmet Kalaj i bi që do humbi bastionin, do ta marrë do dalin Genziballa, do dalin nga burgu, do bëhet lider. Jo, nuk nxitojmë. Tu ka i diçka. E dëgjova me vëmendje Olsi dhe ka shumë të drejtë. E dëgjova me vëmendje Olsi dhe ka shumë të drejtë duke e konceptuar në anën historike. Pra është doktor në histori, i di anën historike dhe ka shumë të drejtë. Atë që thotë nuk duhet i them unë ka të drejtë sepse ka të drejtë. Po në anën tjetër, në anën ligjore, në anën asaj që ka bën ligji, në anën asaj që ka jep drejtësia, u dënuan komunistët për 2-3 pako kafe në 91-shin, u dënuan dhe që s'paguajnë korrent. Vazhduan spionët në Republikën e Shqipërisë të ingranohen nëpër struktura shtetërore. Drejtësia shqiptare është një nga drejtësitë më të korruptuara në botë. Asnjë gjyqtar nuk është i pastër, gjithë kanë marrë lek, gjithë kanë marrë qoftë për një çështje kanë marrë pak lek. Ka dhe nga ato gjyqtarë që pa 50.000 lekë s'bën asnjë punë, 50.000 lekë vjetra, korruptohen për 5.000 lekë për një rakim me vezë. Nëse kjo është gjë tjetër. Jo, nuk është gjë tjetër, nuk është gjë tjetër, është kjo. Është kjo. Në këtë llumë i thash gjykatës. A është vepër penale të mendosh që sheriati është zgjidhja për një shoqëri të zhytur në llumë? Pse e quajtur vepër penale? Pra, jo, kjo është quajtur pra, është quajtur sot në vendimin që ka dhënë gjykata e krimeve të rënda. Unë kam dëgjuar gjithë hutbet në gjykatë, kemi dëgjuar gjithë hutbet me diellin të Abdurrahim Ballës, të Genziballës. Dhe bujarisë nuk i dëgjuam, gjithë dëgjuam gjysa. Çfarë ishin si provë? Jo, është i dorë bujari, nuk i dëgjuam tjerat, si kam dëgjuar. Se me të vërtet nuk po duhet të flas për bujarin. Nëse. Por për Genziballën i kam dëgjuar të gjitha ato hutbet. Në asnjë hutbe nuk ka bërë thirrje për luftë. Në asnjë hutbe nuk ka bërë thirrje për të mbështetur ndonjë organizatë, por përkundrazi ka bërë thirrje për mos shkuar në Siri. Përkundrazi unë kam dëgjuar në ato hutbe ku thoshte, vëllezër në hutbe xhumaje ka thënë, vëllezër besimtar, mos u bëni pjesë e ideologjisë e egër që mendon në Siri. Kështu e ka thënë tekstualisht. Po doni e marrim diskun u asjell venja ta ngjoni. Mos u bëni pjesë e ideologjisë e egër, por atje po ndodh një luftë mes ushtrisë lirë, Al-Nusras dhe organizatë doules e cila është një luftë shumë e egër mes muslimanëve. Atje thoshte po vdesin musliman, po vriten muslimanë në këtë luftë. Kur shqiptari do ikte atje, pjesë e kujt do bëheshte? Për cilin grup do luftonte, do vriste musliman. Dhe kjo ishte një thirrje për mos me shkuar në Siri. Pra Genziballa u mor me thirrje për mos me ikur në Siri dhe sot është në burg. Pavarësisht anës politike. Kjo i ofert komunitetit musliman nga dhona ma. Pra, shoqata, komuniteti musliman i Shqipërisë ka interesat e veta. Ju si e shpjegoni që nuk u paraqit për të dëshmuar kryetarin? Jo, u paraqit. Po pse thot KMSH? Dëshminë e ty si e justifikuan? Pse thot KMSH dhe jo amerikanët? Ke frikë ta përmendosh amerikanët që ata e sollën ligjin, ata e ndryshojnë ligjin. Jo, s'kam frikë ta përmend, jo, ka diçka. Amerika, unë mendoj që
S'ka që bën më Shqipërisë. S'ka që bën më Shqipërisë. Gjyqtarët janë dhum. S'ka që bën më. Është munduar boll, dhe është munduar për mirë. Dhe unë po them këtë. I vepi besim. Ta gjyqtarët që i vepi besim. I vepi besim. Po pikërisht për këtë. Po për ditë ambasadori amerikan në Republikën e Shqipërisë, po vërtet për ditë. Kush e ka orën më të shtrenjtë se makina ime të shkojnë në burg? Ato gjyqtarët e kanë gjithë orën më të shtrenjtë edhe se apartamenti aty. Po mirë, kjo nuk. Tani ç'do bëj? Do t'i arrestoj Luja, do shkoj Luja t'i arrestoj. Po pra, çfarë do thotë ti? Ambasadori amerikan po thotë, këtë trup gjykuese e ke të korruptuar. Këtë trup gjykuese ka përmend me emra gjithë gjyqtarë. Pse ti themi kot, pse ti bin qafë? Domethënë ti po thua korrupsioni. Unë po them, jo, korrupsioni do në këto. Tekstualisht, unë i kam provuar, po e them të publikisht ta dëgjojnë mediat. I kam provuar gjyqtarët. Po kush i ka korruptuar? I kishin liruar, po të kisha pas 1 milion euro ishin gjithë jashtë. Gjithë jashtë. Ore nuk jam. Po jo, nga 100.000 euro për kokë ishin jashtë gjithë. Po jo, më ishin jashtë gjithë, nuk ishte Donald Luja për Donald Luja, ato kanë bërë një gabim shumë të madh ato gjyqtarët. Nëse do kenë mundësi ta ngjojnë këtë ta gjejnë këtë lajm, kanë bërë një gabim shumë të madh. Do t'japi flet lavdrim Donald Luja. Ato munduan. Jo, ato munduan. Çon në Amerikë Se do bëjnë të mirë, ato munduan se do bëjnë të mirë me Donald Lun për këtë vendim, sepse Donald Luja i nominoi si të korruptuar. Do bëjmë të mirë me këtë vendim, përkundrazi. I kanë bërë gropën vetës me këtë vendim. Se kanë bërë padrejtinë e dytë. Pra, nuk do Amerika padrejtësi. Të tilla, padrejtësi, ta përfundoj pra. A mund ta përfundoj pra? I vrau, po të mendoj, i vrau me luftë. Po jo mos po bëjmë si Ahmet Kalaj. Po drejt më pas gjëra po burr. Amerika do që nëpërmjet drejtësisë së implementuar të dënoj ato që janë armiqtë të politikës së tyre. Dhe jo të dënoj me pafajësi. Pra, edhe u them, nuk e që nuk mundesh. Tani themi duhet, pra, çfarë ndodh? Një prokuri plotësisht e paftë. Një oficer i policisë gjyqësore që sot është bërë drejtori i antiterrorit në Republikën e Shqipërisë, Gledis Nano, u vlerësua nga Shqipëria si drejtori i antiterrorit. Edmond Suparaku, dëshmitare, 3-4 dëshmitarë të tjerë, na kanë marrë tha me kallash te koka. Na kanë marrë me kallash te koka, na kanë mbajtur me kallash atje në komisariat. Po departamenti na kanë torturuar. Jo, përmendon në raportin e vet. Nëse që i shkelur e drejtë. Kus po përmend? Këtë fakt që ti thua. Po prit se s'ka dalë akoma raporti për këtë ngjarje. Ta kanë dhënë në 2014. Po jo, pra jo, po flasim për një raport tani. Çfarë ndodh? Ndodh që Amerika i kërkoi në mënyrën ligjore shqiptare, në këtë ligjin e kemi sot implementuar, të gjenden dhe të kapen dhe të ndalohen dhe të arrestohen strukturat të cilat mund të jenë piknisje. Po Imam Ahmet Kalaj, si vlerësohet nga amerikanët? Nuk di të bëj vlerësimin e Amerikës ose nuk jam në ambasadën amerikane. Mos e kalojmë në emra personale. Imami Hoxha Ahmet Kalaj, unë të thash, unë për mendimin tim duhet të merret shembull në shembulli dredhjes. Duhet merret një konsiderata personale konsiderata personale. Jo, mund të kesh ata. S'ka lidhje, unë kam konsiderat personale për shumë më në Shqipëri, kam për gjithë. Duhet bëj. Ajo është shembull. Duhet të shesim medaljonin, si shesin ata me Babareshatin, ne shesim me Imam Ahmetin. Po jo. Tani ti po merr si çka. Të vlerësoj vendimin që ke marrë si çka. Unë po them, lani ka të drejtë. Janë konsiderata personale gjithë secilit. Do më edhe unë, landi mund të mos ketë konsiderat, po unë kam konsiderat. Është opinioni kam shumë konsiderat. Unë siç kam konsiderat për të madh, më të madhen për Olsin, e kam shprehur dhe shpreh. Ja kam thënë dhe Ahmet Kalas, pavarësisht se këto dy nuk shkojnë mirë. Po ma thënë më pas telefonit, djali i shkëlqyer. Jo djali i shkëlqyer, Olsi është historian i shkëlqyer i ngjarjeve aktuale që kanë të bëjnë me luftën me pranverën arabe që përmend, me shtetet ndërkombëtare, me historinë e Republikës së Shqipërisë për organizatat thelbësisht koti. Pa asnjë lloj problemi në Shqipëri, pavarësisht se nuk jam për ato që i përmend me emra, se shumë nga ato që përmend me emra brenda Al Ramenit, që mund të ketë një shoqat botërore, brenda Al Ramenit ka pas njerëz të mirë, siç ka pas njerëz të këqij. Siç ka pas njerëz të mirë brenda kësaj organizate terroriste, ka pas njerëz të mirë. Mua në Tiranë, për herë të parë në xhamin Dine Hoxha, më kanë thënë që ti je musliman i mirë, duhet të ikësh bërë xhihad, edhe kështu. Edhe haramensat e kanë sjell këtë ideologji. Jo, një minutë, fal. Ti themi stop, një minutë. Sepse në Tiranë, ka qenë Ramazan. Po s'është nuk fillon, nuk ka filluar asnjëherë Islami në Shqipëri direkt, hajde bëj. Hajde fal namazin një kanë thënë. Fal, një sekond. Po jo se unë aty e kam marrë fen tani, unë e kam marrë fen aty më. Si ke parë sa gjëra që i kanë parë? Po ti ke parë atë më, unë e kam marrë. Bonin dua për mujahidinët. Po jo më jo. Fal, kjo ideja që neve tani si besimtarë. Po jo dua për mujahidinët edhe ne do të bëjmë, po për mujahidinët e fesë, jo për mujahidinët e terrorit.
Po jo, fal, numër. Ore, e kam seru gjykatën. Xhihad duke terror më burr. Atë flas pak. Po folu, jo xhihadi me terrorin, jo baraz xhihad me terror. Sipas logjikës tuaj ky koncepti i terrorit ndryshon ka, se sipas Kalas në 2013 terrorizmi kishte tjetër koncept, pastaj me urtësinë që ky që nga udhëhequr e ndroi në 2015 dhe jo, çfarë ka ndodhur? Të gjithë xhihadistët që ka sot bota nuk janë të gjithë terroristë, sepse jo të gjithë bëjnë luftë. Në konceptin e luftës kundër krishterëve. Unë ja përmendë gjykatës. Po pritani se xhihadi dhe lufta janë përmendur në Kur'an. Dhe nuk mund t'i marrin ne tani ndihmë për këmbën se është thënë, se është fort tani, se ç'është kjo. Se sot tani do flasim me mëdharët për xhihadin, do heqim nga Islami. Standardi sot është terror. Jo, ata fshin, ta ndryshojmë. Migena një sa ndryshojmë fen, ta heqim. Dgjoj, Orlan. Mos flasim të gjithë këtë nuk kuptojmë. Problemi është këtu, Orlan, ne nuk e mohojmë që xhihadi është pjesë e teologjisë islame. Po. Problemi është se ne si shqiptarë që jemi këtu në Shqipëri, që na komandon Donald Luja. Mos ka komandu Donald Luja. S'ka thënë asgjë që më gjatë gjithë të gjyqi, s'ka nuk mori një po pse efekt të vetë. Përkundrazi. Po jo më tani na komandon, po jo mos komandon. Po nuk e shava Donaldin Urbur është burr i mirë, çka ke pse prejë. Shiko. Tani për ta marrë fjalën. Ne atë po shikojmë tek reforma në drejtësi, po shikojmë tek byroja kombëtare. Po e bën. Po gjithsesi. Po e bën mirë. Na komandon apo jo janë të tjera fakte. Po e bën mirë, po kush do e bëj Shqipërinë? A do më lësh ta marrë fjalën? Tani puna është kështu. Shqipëria sot është një vend i kolonizuar, okay? Ambasada amerikane, Bashkimi Evropian po ja humbet sovranitetin e Shqipërisë. Me këtë reformën drejtësi që po bëjnë ta, nëse ke lexuar kushtetutën e re që po bëjnë. Vetëm i lutem mos zgjatemi shumë jashtë temës, Shqipëria humbet sovranitetin e saj territorial, nëse ke lexuar draftin e ri. Vendet e NATO-s kanë drejt ta pushtojnë ushtarakisht vendin në çdo moment. Ligjet e Brukselit kanë superioritet mbi ligjet tona dhe kur Shqipëria ishte një kështjell graniti me Enver Hoxhën në krye dhe vendi pa mbarur mbrigjet Adriatikut ka marrë fund. Tani puna është kështu, dalim te puna e xhihadit. Ne e pranojmë që teologjikisht xhihadi ekziston. Problemi është që ne si shqiptar musliman duhet të zhvillojmë një teologji tonën. Një teologji e cila neve na vë me kon tokë. Sikur të doj Donald Luja, se po ja përmend shumë emrin, Donald na fal, edhe Imam Ahmetit. Domethënë, sikur të doj Donaldi ato Imam Ahmetin e heq nga Dine Hoxha dhe na i mbyll xhamit. Edhe po jo, se po e mbylli atë. Po prita marrë fjalën, po pse s'më ta marrë për let? Më fal, le të flas unë, pastaj fol ti. Po jo, të kemi ca rregulla etike dhe. Po se bën dot, po dhe po doj, nuk e bën dot. Po prit më burr të kemi ca rregulla. A do më lejosh të flas unë? Rregulla po mos thuaj që po të doj ai e bën sigurisht. Po jo, donte Enver Hoxha dhe i mbylli ato xhamita dhe kisha 67. Mos vdiqen dhe njerëz. Një minutë tani, sepse mos vdiqen njerëz. Po prit më burr të flas ti, s'më mund të mbaroj fjalën në burr. Dua të them këtë, sepse organet që kanë në qendrat e pushtetit kanë aq shumë gjë në dorë se kanë ushtar ata. Për shembull shkojnë te xhamia e Genci Ballës dhe të rrapin gjymë me Kalashnikov kokës, e ti s'ke çaj bën edhe pse ta mbaroj fjalën, po ta mbaroj fjalën më bot. Puna është kështu, ne si shqiptar musliman duhet zhvillojmë një teologji paqësore në këtë vend që jemi. Sepse në teologjia jo mos është paqësore, jo paqësore. Fal, ka thënë një herë Mustafa Nano në 2002-3 që edhe bëra llafën me Mustafajin atëherë thoshte, sikur të duan këta sundimtarët tanë evropian, thoshte, dhe të NATO-s amerikan, këta muslimanët tanë fët i qërojnë edhe nuk kemi më punë islamin në Shqipëri. Tani mos më ndërprit, se unë... Së më ndërpres. Puna është këtu, duke ditur situatën ku ne jetojmë, duke ditur xhamit tona që përgjohen, survejohen, duke ditur që nëpër xhamatet tona kemi spion, shiku etj etj, duke ditur që kundër muslimanëve tanë bëhen padrejtësi, siç është bërë me rastin e djalit të diellit dhe shumë të tjerë, ne duhet zhvillojmë një teologji paqësore, sepse Islami në Shqipëri ka nevojë të mbijetojë dhe vetëm në mënyrë si thoshte edhe Hafiz Ali Korça rahmet pas thoshte aty thoshte ku del gjysmë hona dhe hyn kryshin nuk futet më gjysmë hona. Dhe neve që në 1913 kur na iku Turqia ne nuk na vjen më bab sultani që të na shlirojë nga kaulli. Dhe në këto kushte ne si musliman shqiptar që jemi duhet të bëjmë një reformim të teologjisë tonë. Arabia Saudite do të bëj luftë me Yemenin, me Iranin, me Pakistanin, me dreqin e shejtonit, le ta bëj, good for them. Neve, këta hoxhallarët tanë, që thuti janë të ditur e tjere, duhet t'i themi, orë zotni, ki e menin këtu, për shumë si këta, shumë nga këta vëllezërit tanë që janë të një burg, bujari me Gencin, mos ishin marrë me Sirin, se Siria nuk je pas buka as ujë atyre. Thot popullon, kur s'ke
si thua ta, kur s'ke qirim në shtëpi mos shom xhami. S'ke pulë për të bëj shet. Dhe puna është, muslimanët tanë duhet ta kuptojnë gjeopolitikën se ku ne jetojmë. Domethënë, ne duhet të luftojmë për të drejtat tona, se edhe kjo xhihad është, për shembull, nëse ti e hedh shefin tën në gjyq pse ai nuk lë ty me mjegër apo të falesh, edhe kjo xhihad. Te cili gjyq? Tek gjyqi i korruptuar i vendit ku je, se s'kam lekë. Si do fitoj? Po mirë, gjej lekët, dil edhe lyp në rruga. Ku dëgjon, po ç'a dush? Tani ti më thon mua që po ç'a do bëjmë xhihad, do po jo do bëjmë xhihad, jo do bëjmë xhihad. Nuk do bëjmë xhihad. Do pranojmë një gjë. Ne muslimanët do pranojmë një gjë. Shkote do dëgjova. Po jo, nuk dëgjova. Shkote do na ti ke repertorio kur ti ke roman, nuk mbaron ti. O Donald si pas Ahmet Kalasu ti jo, nuk mund ta them këtë. Por unë do të themi diçka. Që këtë duhet ta them gjatë kohës dëgjova, më bëre ndarje në një fe paqësore, islam paqësor, edhe pse paska dhe islami paqësor. Islami është një, dhe Zoti thotë në Kur'an, sot e përfundova për ju fenë time dhe zgjodha për ju islamin fe. Është një, nuk është feja këtej paqësore, bëjmë një fe paqësore në Shqipëri, një fe jo paqësore në Arabi. Nuk thash bëjmë fe paqësore në Arabi. Nuk mund ta reformojmë fen. Ne tham ne jo ka reformë në fe. Unë thash nuk duhet Arabia Saudite na Arabia Saudite apo politikat arabe ti përmenda. Në momentin që mund të duhen politikat arabe, mund t'i ndjekim. Në momentin që nuk duhen, duhet të dim kur nuk duhen të ikim. Në momentin që duhen politikat amerikane, duhet t'i ndjekim. Në momentin kur nuk duhen, duhet të dim të ikim. Sepse politikani këtë bën. Pra, kemi dy gjëra, kemi hoxhën dhe politikanin. Hoxha duhet bëjë dhe politik. Hoxha duhet bëjë dhe politik për njerëzit të mbështetësit e vet. Sepse pse është hoxha? Qose hoxha është vetëm për të falë namazin, ç'a bëj politik? Jo, kishe si votat e Tiranës. Erion Velis. Po pritani ta përfundoj pra. Ti pastroi rrugët e Erion Velis. Si të lashtë dëgjova me vëmendje. Erion Velis duhet i bëj daveta i Ahmet Kalait. I thot, or kaur, ti thot ke qenë musliman i Jeriko, e duhet thot, hajde edhe beso Allahun, thot, mos besoj Jezu Krishtin, po i themu edhe unë Erion Velis, ktheu musliman, hajde te dinë hoxha me qenë se ke shok Ahmet Kalan, edhe bjeri Zotit në sejdë. Këtë duhet ta thotë. Jo, duhet ta prasim shahadet, ta shpotojmë nga xhehenemi. Politikani, zoti Roland, ju lutem. Ne diskutuam në këtë emision për vendimin e gjykatës, për këtë proces. Tani keni hyrë në ca labirinte. Sepse i kam thënë pikërisht, pse doli këtu ideja, sepse që ka filluar gjyqi, që seancën e parë në gjykatën e krimeve të rënda të rrethit të shkallës parë Tiranë, një betejë tërësisht juridike është kthyer në një betejë thelbësisht politike. Unë me prokurore nuk kam bërë juridik. Ja ku është dielli, të thotë, ka dëgjuar në juridike, është bërë politik. Prokurori ja thotë, i pandeuri Gezi Balla të kush tjetër atje ka thënë që zoti im e vrau Stalinin, pra zoti im vrau zotin tonë, merret me politikën, pra dhe për këtë do dënoje se kjo e ka për Amerikën. Dhe dënoi gjykata turp për gjykatën, ti vitur. Pa bazë ligjore. Turp 5 gjyqtarëve ti vitur. Pa bazë ligjore. Jo pa bazë ligjore, jo. Me bazën ligjore të ideologjisë. Është më keq. Ku është kjo bazë? Me bazën ligjore të ideologjisë. Sepse, ku është neni? Ta themu ku është neni? Po. Neni 265 i kodit penal, thotë, nxitja, thirrja, thënia, mendimi në ëndër, pash në ëndër që unë mendova që ti them dikujt pra. Dënohet. Por e dënuan vetëm me pjesën e parë të nenit. I dënuan ato vetëm për nxitje, për thënie, për fjalë, i dënuan vetëm për mendime. Pse pe në ëndër që ti pe ka pive kafe me George Bushin, pse pe në ëndër ti që ishe me Edi Ramën apo me këtë? Dhe i dënuan për mendimet, pra i dënuan për ëndra, i dënuan për atë që ato ndronin. A mendoni që apeli do ta ndryshojë këtë vendim? Unë mendoj që nëse apeli nuk e ndryshon vendimin, mendoj tjetrën. Po se ndryshoj vendimin, do t'i shkoj pas në teorie konspirative që nuk di të ketë, po ka teori të tillë konspirative që ta fusë Shqipërinë në një luftë civile, mos ta ndryshoj vendimin. Edhe kush do të luftë civile? Nëse do ta fusë Shqipërinë në një luftë civile, mos ta ndryshoj vendimin. Pse mendoni? Pse them shumë? Jo pse them shumë? Se do të fusin burg, do thonë po bën thirrje për terrorizëm. Nëse jo, nuk bëj thirrje për terrorizëm, unë nuk është terrorizëm kjo. Nuk është terrorizëm kjo, jo nuk është terrorizëm kjo. Nuk është terrorizëm. Është një vendim gjykate. Po sa ne me kaç ushtarin se fut një. Është një vendim. Edhe një sekond. Është një vendim gjykate që dënon pse ti ëndëron. Pse ti thua që unë ëndëroj që shariati është më mirë se ëndëron. Pse mo? Edhe ëndra do na mbysin. Jo, okay, kjo u sqarua, por më thoni juridikisht tani, nëse apeli thoni ju, do të lërë në fuqi? Nuk do e lërë në fuqi, nuk e mendoj këtë. Apeli minimumi do e prishi dhe do e kthej për gjykim gjykatën e shkallës parë. Sepse me qëllim, gjykata e shkallës parë bëri shkeljen shumë të rëndë procedurale, shumë të rëndë që është prishje dhe kthim për gjykim. Prishje dhe kthim për gjykim. Dy shkelje procedurale shumë të rënda. Në gjykatën e krimit të rënda kam kërkuar përjashtimin e trupit gjykues.
dhe nuk e gjykoi, por dha vendimin pa u gjykuar. Kodi i procedurës penale. Në nërin 388, 389. Ka vendosur, jo, sankcionon gjyqtari për të cilin është kërkuar përjashtimi, nuk mund të merr pjesë në dhënien e vendimit. Unë e kam kërkuar, përjashtimin e trupit gjykues dhe nuk është gjykuar. Dhe kanë marrë pjesë në dhënien e vendimit me qëllim që vendimi i tyre të bëhet i pavlefshëm dhe të prishet nga gjykata e apelit. Po flas juridikisht. Cituat në media që është edhe vendimi i jashtë. Pastaj, ku thash dy kushte. Kushti tjetër, shpallja e vendimit është elementi kryesor i vendimit. Dhe shpallja e vendimit duhet të bëhet brenda orarit zyrtar. Dhe pse u zgjat ai shumë sa? Me qëllim që të prishet, të kthehet për gjykim, sepse ato mund ta kishin shtyta shpallçin nesër. Pra ne duhet bëjmë proces do të zgjat. Çfarë duhet bëjmë ne këtu? Po çfarë do bëjmë ne këtu? Ne duhet të bëjmë që këto të rinë në gjyq deri kur të shohim se si do shkoj lufta mes atyne vendeve Asadit dhe Obamës. Asadit dhe Obamës, që këtu e mbështes plotësisht. Po, si këtu jemi në një pikë më të përbashkët. A është laf mortja Osamën, atë si kam Obamën e po mortja është plan këtë doj, se Zoti s'na merr ne mund ti ku ja merr mortën më para. Unë një gjë dëshiroj. I dëshiroj Zotit një gjë, kupton? Që të më lër jetën e dytë, se kam jetën e dytë. Se vdiqa një herë, bëra një aksident rrugor dhe kam jetën e dytë dhe dua ta shpenzoj. Ke bër Nirvana? Ke bën Nirvana? Reincarnation? Jemi në minutat e fundit, ju lutem. Më lër Zoti që ta jetoj jetën e dytë, që të shikoj fundin, duhet i bëjmë çik dao vet këtij Artan Lame se kishte vdekur kësaj lufte. Kishte vdekur, kaloi vdekje klinike. Duhet ta ftojmë në Islam se jemi në minutat e fundit. Ky arkitekt i Edi Ramës Artan Lame ka kaluar në ka qenë burimi. Është gjallë, por s'ka vdekur. Atëherë unë po mbyll emisionin, ju falenderoj që ai shkoi, është gjallë, ju falenderoj që ishit me mua sot. Kemi kaq shumë për të diskutuar. Nuk ka le të bënim me kështu thirrje të fundit. Bëj thirrje Imam Ahmedit që në Islam, bjem shahado. Donald Dusk edhe Erion Velis. Olsi, ju lutem. Po bëj apo ai musliman. Ta me kalesh musliman, se thirrjet ty. Po le këto xhihadët o për të gjë. Është një nga muslimanët më të mirë. Amin. Ju lutem, jemi në fund të emision, nuk ka asnjë lloj interesi publiku nga ky lloj replike që ju bëni. Po mirë, bëjmë shaka. Këto shaka mund ta bëni jashtë emisionit. Mendoj që intereson publikut këto replikat. Këto replikat i intereson në momentin që do të ishin në brendësi. Do të themi që kishim për emision. Allah i lëcoft që janë më s'ka qenë as gjyqi s'ka qenë në temë. Gjithmonë ditë jashtë temës. Gjithmonë ditë jashtë temës, gjithmonë prokurori thoshte ti ndëron që të vishë reati. Ajo prokurori. Po ndëron, ma jo ndëron. Ajo është i cop ignorant. Jo, prokuroria. Jemi në fund. Jo ignorant. Ajo turi kuqe. Janë të gjithë analfabet me shkollë. Dgjoj. Unë them diçka, kam gjetur një shprehje, them analfabet me shkollë. Do të thonë ke di që ka analfabet. Do ta çon ke di në hoxha të marrë gas. Ka nevojë për këto komente. Besoj që askujt nuk i intereson komente personale. Ajo është shumë e përgatitur prokuroria. Është, shumë e përgatitur. Madje është ndër prokurorët më të përgatitur të prokurisë vetë. Ftohen Islam, fyt bëhet muslimane. Është muslimane. Është muslimane, e beson Zotin. Madje disa herë nga folë është muslimane, e beson Zotin. E beson shumë Zotin, i pëlqen të falet. Di nga feja. Po sigurt keq që ka dënuar Europa. Jo, nuk i ka dënuar për fe. Ju sapo pohuat që ky gjyq është një inskenim tani të flisni me emra personazhesh të palëve në gjykim, është e tepërt edhe jemi në fund të emisionit, nuk ka vlerë mendoj për asnjë nga neve. Nuk e di nëse keni ju një mesazh të fundit për të thënë. Po, unë faktikisht dua ta jap një mesazh për gjithë muslimanët. Vetëm shkurtimisht sepse për muslimanët, për muslimanët, për krishterët, për gjithë llojet e besimeve në Republikën e Shqipërisë. Të mos friksohen nga vendimet e gjykatës krimit veçantë dhe çdo gjykatë e Republikës së Shqipërisë. Të mos kenë frikë të shkojnë në xhami, të mos kenë frikë të ndërojnë çfarë të duan dhe si të duan, sepse nuk e ndaloi të ëndrrën në Enver Hoxha për shumë vite me radhë, për 45 vjet. Të ndërojnë siç e ndëroi Verdi Morava. Siç foli Verdi Morava në gjyqin te gjykata krimit veçantë që ka bërë një mbrojtje shumë të respektuar, të ndërojnë çfarë të duan, por të mos sënojnë rendin juridik dhe kushtetues në Republikën ku ne jetojmë, në Republikën e Shqipërisë edhe në çdo republikë tjetër ku Republika e Shqipërisë ka marrëveshje. Që do të thotë, të mos sënojmë marrëdhëniet mes njëri tjetrit, të mos sënojmë jetën, shëndetin, pasurinë e dikujt, të mos sënojmë edhe ëndrat e dikujt tjetër, siç nuk duam që të na sënojnë ëndrat tona. Dhe të shpresojmë që ky vend ku ne jetojmë dhe ky rend kushtetues t'i përgjigjet realisht nevojave që ky popull ka dhe jo interesave të disa politikave të caktuara, qofshin këto
të Arabisë Saudite apo të Amerikës. Shpresëm s'kam. Unë më vjen keq që ky ligj është rezultati një nxitje dhe një pune të palodhur të ambasadës së Shtetit Bashkuara. Kemi deklarata në faqen e ambasadës së Shtetit Bashkuara. Ligji shumë mirë që është bërë, po t'i dënojmë pas ligjit, jo përpara. Më vjen keq që rendi jon kushtetues dhe ne duhet të miratojmë në heshtje këtë rend kushtetues të diktuar ndoshta edhe pa dëshirën tonë, sepse ndoshta dëshira e gjithë ne besimtarëve muslimanë është që ata të jenë jashtë, për sa kohë ata nuk i kanë sjell absolutisht asnjë lloj dëmi Republikës së Shqipërisë, në fakt. Kështu që ne do doni asnjë lloj fakti përveç anës tjetër së monedhës që nuk ka prova për t'i dënuar realisht, po për mua çështja çalon që në fillim tek ligji i imponuar nga jashtë, nga politika të caktuara, nga strategji të caktuara që kanë interesa të caktuara, që ky grup besimtarësh të bëhet shembull ose të bëhet kurban për ca të tjerë që janë jashtë, të cilët duhet të heshtin dhe të bëjnë si dele atë që disa politika më të fuqishme ju diktojnë. Dhe më vjen keq gjithashtu që shumë imam janë detyruar të bëhen dele në thonjza, të nënshtrohen pra këtyre politikave, duke kundërshtuar moralin e lartë islam që kemi një ajet kuranor i cili thotë thuaje të vërtetën dhe kur është kundra teje. Ata kanë pranuar që të dredhin edhe të bëjnë lojën e ndyrë të politikanëve që në një rast janë në njërin krah dhe në një rast janë në krahun tjetër. Dhe viktimat e vërteta janë populli i thjesht, janë ato nënbesimtarët që janë dënuar. Ju falenderoj shumë që ishit në këtë emision. Takohemi bashkë në emisionet e tjera. Nga unë Migina Balla, selam aleikum wa rahmatullah.